Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Unë besoj se çfarë është e vërtet për Jezusin, është e vërtet edhe për mua. Jezusi shkoi në kryq për mua. Dhe si rezultat, unë kam bekim qiellit. Ai është mbreti i qiellit dhe ai është fitimtar. Unë kam ADN-n e fitimtarit. Unë kam paqe, unë kam mirësi, unë kam bekim dhe unë kam begatim. Unë do shikoj sukses në gjitha rrugët e mia. Çdo gjë që unë do prek, do ketë mbarësi. Në emrin e Jezu Krishtit, unë kam autoritet dhe unë jam fitimtar si Jezusi. Unë erëzoj poshtë çdo fortesë, çdo kurth të Satanit. E thyej në emër të Jezusit dhe shpall gjakun e Krishtit. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Theu nga njëri tjetri dhe thoi, ti e ke mundur të ligun. Jo do ta mundësh, po e ke mundur. Është në të tashmen, nuk është në të ardhmen. Unë e kam mundur të ligun dhe unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Haleluja. Zotë unë falenderoj për frymën e shenjtë. Le ta kërkojmë frymën e shenjtë. Frymë e shenjtë, ti e para nesh, ti e pas nesh, ti e majtas, djathtas, ti e mbi ne, ti e në ne, dhe ti e rreth e qak nesh. U lutem sot për këtë zbulesë, që ne të kuptojmë që tashmë ne jemi fitimtar dhe ne kemi mundur të ligun. Në emër të Jezusit. Amen. Haleluja. Tema për sot është ju e keni mundur të ligun. Ti e ke mundur të ligun. Letra e parë e apostullit Gjon, vargu 2, kapitulli 2, vargu 13 dhe 14. Fjala e Zotit thot: Etër, ju shkruaj sepse ju e keni njohur atë që është që nga fillimi. Tek takimi i burrave të injtë po studionin Biblën, Ungjilli i Gjonit, dhe do thotë në fillim ishte fjala. Nëse ne hapim Biblën, thotë në fillim ishte Perëndia. Fjala ishte Perëndi dhe ishte pranë Perëndis. Dhe ne besojmë që fillimi ynë është Perëndia. Fillimi jonë nuk është një aksident kozmik. Nuk është se u përplasën 2 planete dhe u krijua jeta, edhe pastaj u bën majmun, nga një qelizor, 2 qelizor, pastaj u bën majmun dhe nga majmuni u bën njerëz. Nuk është ky. Perëndia, autori i jetës, zë fill nga përjetësia në përjetësi, dhe ai foli dritë, dhe Perëndia ka folur dritë, dhe prandaj Gjoni është duke shkruar etërve, njerëzve, ndoshta jo të vjetër në mosh, por ju duhet ta dini që në kish duhet të ketë etër shpirtëror. Pastori është një nga këta etrit shpirtëror. Ne kemi nevojë për njerëz që të kujdesen për ne. Bibla thotë që ju keni shumë mësues, po keni shumë pak etër. Pse? Kushdo mund të dalë të japi mësim, po ati është ai që lutet për ty, që kujdeset për ty dhe të jep këshill ty. Dhe apostulli Gjon është ati i kishës, dhe ai është duke i shkruar kishave, dhe ai po na flet dhe neve sot. Ju shkruaj sepse ju e keni njohur që nga fillimi, ne e njohim Jezusin që nga fillimi. Të rinj, ju shkruaj sepse ju e mundët të ligun. Pra, kush është i ri le të ngrej dorën? Thua, unë e kam mundur të ligun. Fjala e Zotit po ju flet juve sot. Ti e ke mundur të ligun. Çfarë do lloj gjëje që të ketë sjellë ligu deri më sot, deri para 5 minutash në jetën tënde, ti do thuash unë e kam mundur të ligun në emrin e Jezusit. Djema po ju shkruaj sepse keni njohur kë atin. Kush është djalë?
Le të ngrinë dorën çunat. Ju e keni njohur atin. Zoti pret që nesër në një ditë ju të jeni hetër shpirtëror. Perëndia i ka dhënë burrave autoritet që të përfaqësojnë atin në tokë. Nuk i ka dhënë autoritet që të marrin thika, pistoleta, armë, nuk u ka dhënë autoritet të shesin drogë, nuk i ka dhënë autoritet që të bëjnë pasuri të pandershme, nuk i ka dhënë autoritet që të ndrojnë partnere saj aty të doj qefi, nuk i ka dhënë autoritet që të martohen me 7 gra apo me 4 dhe as me 2. Vetëm me 1, besnik. Sepse aty është besnik. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë të vërtetën. Në atin ton qellor ndodhet e vërteta. Dhe e vërteta është në Bibël. Dhe në këtë pasazh apostulli Gjon është duke prekur pak a shumë gjitha kategoritë e kishës, të njerëzve që vinë në kishë. Dhe ne duhet të nxjerrim disa mësime nga ky pasazh. 1. Të rinj, ju keni mundur të ligun. Pra, nëse ti e dëgjon të Zot faleminderit, unë e kam mundur të ligun. Kush është i ligu? Djalli është i ligu. Ai është i keq. Ai vjen për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatruar. Pra nëse diçka të është vjedhur, mund të jenë vjedhur mendimet, emocionet, mund të vjedhur gjumi, mund të jenë vjedhur financat, mund të jenë vjedhur shëndeti, dhe pastaj ai kërkon që ta shkatrojë. Kush është ky? Duhet ta dini që nuk është Zoti. Nëse shikoni këto shenja, nuk është Zoti. Kush është? Është armiku, është i ligu, është djalli. Dhe Jezusi thotë, unë kam ardhur që ju ta keni jetën dhe ta keni me bollak. Thoni njëri tjetër, Jezusi ka ardhur që ti ta kesh jetën dhe ta kesh me bollak. Amen. Haleluja. Kjo është një fjalë që drejtohet të rinjve, sepse ne nuk e mundim dot të ligun me forcat tona. Pra, kur ti je i ri, sa po mbarova ushtrin, gjithë thoshin në këtë moshë që ti ke, ju e hani hekurin me dhënë. Jeni aq të fuqishëm, se kur vjen mbas ushtrie, je vërtet shumë i fuqishëm. Edhe unë them gjithmonë që unë do lëviz në gjithë Shqipërinë, do predikoj ungjillin sa të kem fuqi në këmbët e mia. Dhe do vi një ditë kur unë nuk do ta kem fuqinë. Po kur të vi ajo ditë, nuk dua që të jem pishmën, pse se bëra kur isha i ri. Prandaj Zoti ju ka dhënë juve një zjarr, ju ka dhënë pasion, ju ka dhënë fuqi. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me anën fizike. Prandaj duhet të them sot, ju të rinj, mos e përdorni rinin tuaj për qefet e kësaj bote. Shumë të rinj shkojnë për diskoteka, pinë substanca të ndryshme për të kënaqur trupin tuaj. Trupi juaj nuk ju përket juve, i përket Zotit. Ai e krijoi. Dhe ne duhet t'i japim lavdi me trupin ton Zotit. Dhe ne mundim forcat e të ligut. Dhe kjo është, apostulli Gjon është duke folur për një forcë frymore. Zoti ka depozituar në ty diçka frymore, një thesar, një fuqi dhe një forcë. Apostulli Gjon është duke kujtuar besimtarët se fitoria ndaj të ligut, ndaj djallit, ndaj tundimit dhe ndaj mëkatit, dhe kjo është forca të problemi më i madh që ne hasim në jetë. Tundimi, fama, epshi, po e shkatron këtë botë. Njerëzve po u thuhet që ju keni lindur në trupin e gabuar dhe ti, nëse ke lindur djalë, mund të jesh edhe femër. Është shumë gabim. Pse? Kur bëhet testi ADN-s, kromozomet nuk ndryshojnë. Zoti të ka lindur ty në trupin e duhur, por ama ai të ka lindur me vullnet të lirë. Dhe me vullnet të lirë njerëzit bëhen ajdut. Me vullnet të lirë njerëzit bëhen kriminal. Me vullnet të lirë njerëzit bëhen imoral. Prandaj Zoti na thret që ne duhet të qëndrojmë kundër këtyre antivlerave të kësaj bote. Bibla flet për vlera. Dhuna, grindja nuk janë gjëra që i përkasin Zotit. Madje dhe xhelozia nuk është diçka që na përket ne. Nëse ju do lexoni veprat e mishit, të gjitha këto
hyjë në pjesë të tundimeve. Djalli gjithmonë do përpiqet të na sulmojë me anë të veprave të mishit, që ne të shkojmë ku? Të shkojmë në mëkat. Jakobi thot, askush nuk tundohet nga Perëndia. Shpesh njerëzit më thonë, pastor lutu që mos tundohen. I thash, nuk lutem dot për këtë lutje. Pse? Sepse do të tundohesh. Por duhet të fitosh. Ne do të fitojmë. Pse? Sepse kemi fituar tashmë. Kush e thotë? Thot fjala e Perëndis. Të rinj, ju keni mundur djallin, ju keni mundur tundimin, ju e keni mundur mëkatin. Kur e bëm ne këtë? Mund të dikush, kur e bëra unë të? Se bëre ti. E bëri Jezusi 2000 vjet më parë. Shpeshherë unë i drejtohem djallit dhe i them, hiq duart nga shëndeti im, hiq duart nga këmba ime, pse? Ti s'ke autoritet të veprosh, sepse Zoti im të mundi ty 2000 vjet më parë në kryq. Hiq dorë nga qafa ime, hiq dorë nga shpatulla ime. Çfarë do lloj dhimbje që ti ke, emocionet, hiq dorë nga emocionet e mia. Unë i nështroj ato dëgjesës së Krishtit, mendimeve të Krishtit, dhe unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë fjalën e Zotit dhe ta marrim atë edhe ta përdorim për benefitet tona. Prandaj themi që është shpata e frymës. Fjala e Zotit është shpatë, por kemi nevojë për zbulesën e frymës shenjtë dhe kemi nevojë që ta besojmë në zemër, ta mbushim mendjen me këtë fjalë dhe të flasim me gojë. Dhe ndërsa ne bëjmë të proces, realiteti fillon dhe ndryshon. Është realitet, ka ndodhur tashmë. Një realitet është realiteti i errësirës dhe një realitet tjetër është realiteti i dritës. Ungjilli i Gjonit thotë që drita shkëlqeu në mes të errësirës, po errësira nuk e njeh. Ama ne nuk jam i bijtë errësirës, ne jemi bijtë të dritës, nëse ti ke besuar në Jezu Krishtin. Nëse ti ke pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar të jetës tënde, kjo të përket ty. Kjo është e jotja. Nëse nuk e ke pranuar akoma, çfarë pret? Merre, sepse është e jotja. Ti je fitimtar sepse Jezusi e mundi djallin në kryq. Dhe duhet të vëm re, kur fjala këtu thotë, e keni mundur të ligun. Ai nuk po na urdhëron që ta bëjmë. Apostulli Gjon nuk po na urdhëron mundeni të ligun, por thotë e keni mundur të ligun. Sepse kjo është në të tashmen, kjo fjali është në të tashmen. Tashmë ne jemi fitimtar nëpërmjet besimit. Fitoria nuk është në të ardhmen, ajo është në të sotmen. Thoni njëri tjetrit, fitoria nuk është në të ardhmen, por është në të sotmen. Ti vetëm duhet të qëndrosh në Jezu Krishtin dhe ta shpallësh atë si Zotin tënd dhe shpëtimtarin tënd. Dhe kjo fitore do bëhet reale. Amen. Mësimi i dytë që ne mund të nxjerrim nga ky varg është që ne jemi të fortë. Në Jezu Krishtin unë jam i fortë. Tani pyetja është që po më kërkonte dikush lutje dhe u luta për atë, kishte probleme në punë. E më tha, pastor, se djalli është aktiv, vepron. Punë e madhe, i thashun. Jezusi është aktiv dhe vepron. Aleluja. Bibla thotë Ebrejt 4:12 që fjala e Perëndis është aktive dhe vepron. Nuk na thotë që djalli është aktiv dhe vepron. Shiko, djalli është përpjekur të gënjejë mendjen e besimtarëve. Dhe prandaj shumë besimtarë jetojnë si të mundur, pse? Sepse nuk e kuptojnë që tashmë ka ndodhur. Çfarë tha Jezusi në kryq? U krye, ka marrë fund. Ti ke ADN-n e fitimtarit. Kur po shikoj një emision për të gjetur eshtrat e një njeriu të famshëm, edhe ishin te kjo pika që donin të bënin ADN për të gjetur që ishin ati apo jo. Nëse do bësh ADN-n e një të krishterit, nuk del gjaku yt biologjik. Po kush del? Del gjaku i Krishtit. Nëse ju do lexoni 1 Gjoni 5:7 dhe 6 dhe 7, fjala e Zotit thotë që 3 janë ata që dëshmojnë. Është gjaku, uji dhe fryma.
Kur ne të jemi në qiell, djalli është akuzuesi dhe do vi do të akuzoj ty, edhe do thoj që Sabriu ka vërë këto mëkate, është i poshtër dhe duhet të shkojë në ferë. Gjaku i Krishtit do thoj, prit një minut, po, në filan ditë, në filan orë, a i vërtet më katoj, por kërkoj falje, dhe kur a ju pendua, unë e lava e pastrova. Uj do thot që ky u bind dhe u pakzua në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, dhe unë e kam larë gjithashtu. Dhe fryma e Shenjtë do thot që unë e kam vullosur si fëmijë të Perëndis, dhe si vull nuk mund ta heqi askush, unë e mbroj. Dhe pastaj Ati do thot, eja në të djathën time biri im, ose bia ime. Prandaj vllai dhe motra ime, unë duhet të nxis sot edhe duhet që ti ta kuptosh që ti ke ADN-n e fitimtarit. Sido që të jenë rrethanat e tua, sido që të jenë emocionet e tua, simptomat e tua sot, sido që të jetë jeta jote sot, ti ke shans që të ndryshoj. Pse? Sepse je ti. Ti je fitimtari. Nuk ka rëndësi nëse njerëzit në punë janë akuzues, dikush po markoj për njerëzit në punë, një herë tha do ta lë punën fare. Pse? Sepse nuk janë të krishterë. Kjo është gabim. Ti je i krishterë, po ndriço dritën që Zoti ka vendosur brenda teje. Dhe Zoti përmes teje do të fillojë ta transformojë. Ti ishte pra ashtu Zoti i kishte shkatruar gjithë Egjiptin në kohën e Jozefit, por ai vuri Jozefin dhe për shkak të Jozefit u bekua dhe faraoni. Për shkakun tënd njerëzit do bekohen. Jo vetëm që do bekosh ti, po do bekohen dhe njerëzit që janë rreth e qartë. Pse? Sepse ti ke ADN-n e fitimtarit. Thuaj bashkë me mua, unë kam ADN-n e fitimtarit. Në emrin Jezus. Amen. Por ama, ka fusha ku të krishterët nuk e shikojnë fitore. Ndoshta për shkak të asaj që ti ke kaluar. Mënyra se si njerëzit mund të kenë trajtuar ty, të ka bërë që ti të kesh një imazh të shtrëmbur të asaj që ti je. Pra ka shumë rëndësi fjalët që ti janë thënë në jetën tënde. Ndoshta ti ke marrë identitetin e mjedisit në të cilin ti je rritur. Dhe ti mendon që nuk ke destinacionin e duhur. Por në fakt, Zoti të ka vendosur ty fuqinë e shqiponjës që mund të ngrihesh dhe mund të ecësh lart dhe të fluturosh në çdo mjedis. Zoti identifikohet me dy kafshë në Bibël, luanin dhe shqiponjën. Nuk janë më të mëdhajat. Shqiponja është mbreti i qiellit, po shqiponja e di që po i sulmoj, çdo gjë që sulmon shqiponja thotë unë e hakte. Luani të njëjtën gjë. Ka një siguri. Ne du të kemi sigurinë që jemi fitimtar në emër të Jezusit. Ti duhet ta dish se ti nuk je ai që bota ka thënë se je. Ti nuk je ai që mjedisi ka folur për ty. Identiteti yt vjen nga krijuesi yt. Zoti është ai që fryu jetë në vrimat e hundës së Adamit dhe Evës. Zoti është ai që të ka endur ty në barkun e nënës tënde, dhe Jezusi thotë që nuk ke lindur nga vullneti i burrit dhe i gruas, po ke lindur sepse Zoti ka dashur që ti të lindesh. Edhe për shkak se Zoti ka dashur që ti të lindesh, biologjikisht janë miliona qeliza që fluturojnë në barkun e nënës, por planohet vetëm një. Edhe bashkë me ty kanë qenë miliona qeliza, do të thotë që ti, nëse je sot këtu, Zoti ka pasur një plan për ty. Dhe ti do ta marrësh fort këtë gjë, që unë kam ADN-n e fitimtarit. Ti je qeliza fitimtare, ti je qeliza që ke potencial fitimtari, pse se ke fituar një herë. Para 23 vitesh, para 25, 30, 40, 50, nuk e di sa vjeç je. Por ti duhet të thuash vetes tënde, unë kam fituar një herë. Dhe unë jam këtu për shkak se Zoti kishte një fitore në jetën time. Ne duhet kuptojmë se cili është cilësi i suksesit. Jetojmë një jetë plot me sukses dhe plot me fitore. Është mënyra se si e shikon ti veten tënde. Do ta shikosh veten tënde sipas rrethanave, apo do ta shikosh veten tënde sipas asaj që thot fjala e Zotit.
Do ta shikosh veten tënde çfarë kanë thënë njerëzit për ty, ose çfarë janë duke thënë ata për ty, apo do ta shikosh çfarë është duke thënë fjala e Zotit për ty. Nëse ti e shikon veten të kufizuar, të paaft, atëherë do të jetosh me atë mënyrë. Por nëse ti do ta shikosh veten të vlefshëm, unë kam vlerë. Ku i gjej vlerat? Unë vlerat i marr në Krishtin. Gjaku Jezusit u derdh për mua. Unë isha skllav i mëkatit dhe për mua është paguar çmimi më i lartë. Për ty është paguar çmimi më i lartë. Zoti dha birin e tij, Zoti dha gjakun e tij, të bleu ty me gjakun e tij. Dhe ti je çliruar. Dhe si i tillë, ti je i vlefshëm, ti je i fortë dhe unë jam i suksesshëm. Dhe atëherë unë do të jetoj një jetë plot me fitore dhe plot me triumf. Pavarësisht se problemi vjen, kundërshtimi vjen. Të gjithë kemi probleme, të gjithë kemi kundërshtime. Por ama kur ne qëndrojmë fort në Zotin, kur ne shikojmë veten jo sipas asaj që është jashtë nesh, por sipas asaj që është brenda nesh, atëherë ne e dim që ne jemi fititar. Tani dikush mund ta shikoj veten në bazë të gabimeve që mund të ketë bërë në jetë. Disa heroj të besimit bën gabime të mëdha në jetën e tyre. Ne i lexojmë emrat e tyre te Ebrejt 11, por ata bën gabime të mëdha në jetën e tyre. Apostulli Pale filloi jetën duke përndjekur dhe të vriste të krishterët. Dhe ai mendonte sikur po i bënte një nder të madh Zotit. Ai ishte armiku më i madh i kishës, por Perëndia e ndryshoi atë në rrugën për Damask, pati një takim me Zotin dhe jeta e tij u transformua. Dhe ai ndeti aq shumë ngushtë me Zotin, ai kaloi kohë me fjalën e Perëndisë, në lutje me Zotin, dhe Zoti i dha atij një zbulesë. Cila ishte zbulesa? Krishti në mua është shpresa e lartësisë. Apostulli Paul mori fuqi nga lavdia e Zotit. Dhe ai konsideroi të gjitha gjërat si plen. Nëse i do lexoni letrën drejtuar Filipianëve kapitulli 2, ai thotë që unë jam nga fisi i Benjaminit, një fis i nderuar në Izrael. Jam rritur te këmbët e Gambalielit, njeriu më i zgjuar i kohës së tij. Dhe njerëzit e disi shikonin Palin si e ardhmë nga Izraelit. Imagjino gjitha ato gjëra, ai i hodhi poshtë dhe i konsideroi si plen për shkak të zbulesës që ai mori, Krishti në mua. Dhe më pas ai filloi të shkruaj çfarë? Letrat. 13 letra. Më shumë se gjysma e dhjatës së re është shkruar nga apostulli Paul. Edhe Zoti e përdori atë që sot e kësaj dite ne të bekohemi. Zoti do të përdori ty që jo vetëm ti të bekohesh, por njerëzit që janë pas teje do të bekohen. Brezat që do të vinë pas teje do të bekohen. Prandaj sot kape këtë dhe thuaj, unë kam ADN e fititarit. Zoti më ka zgjedhur për fitore, nuk më ka zgjedhur për dështim. Zoti më ka zgjedhur që unë të eci përpara dhe nuk do bëj asnjëherë mbrapa. Rrethanat e mia, çfarë kanë thënë njerëzit për mua, kushtet sociale ku jam rritur, familja ime ku jam rritur, pak rëndësi ka. Rëndësi ka që unë jam antar i kishës së Zotit. Unë jam pjesëtar i familjes qellore. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi kujdes të mos ecim në gjurmët e gabuara. Nuk e di sa nga ju mund të kenë ecur në Greqi në kohët në vitet 90, unë kaloja kufirin edhe një herë ecur në gjurmët e gabuara. Në përmale. Se nuk ikim do të këshu me viza, si ikin sot ose pa viza fare. Në atë kohë ishte bela të kaloja kufirin. Dhe një herë në ramë në umner. Në qoftë se ne do ecim në gjurmët e botës, do bjem në umner, pa tjetër që do bjesh në umner. Por ama në qoftë se ne do të ecim në gjurmët e fjalës së Perëndis, atëherë Zoti do të na bëjë që ne të ecim përpara. Mos ec në gjurmën e akuzës. Djalli është akuzuesi. Ai është akuzuesi i vëllezërve tanë. Por ec ku? Në gjurmën e Zotit. Ec në rrugën e Zotit
Jezu Krisht. Çdo ndjenjë negative, çdo mendim negativ që ju vjen, merreni dhe hidheni te deti i Aresës. Shpeshherë kur unë bëj biseda dhe ndonjëherë bisedat janë me ca njerëz që janë shumë negativ. Edhe të rëndojnë, të lënë një shije të keqe. Ti mund të rish 10 orë me dikë dhe kënaqesh, po mund të rish 2 minuta me dikë dhe s'do ta takosh më. Atëherë kur vini nga këto gjëra, shpeshherë unë them Zot në emër të Krishtit, unë i marr gjitha këto ndjenja negative dhe i hedh te deti i Aresës. Fshije këtë nga memoria ime në emër të Jezusit. Lutuni që gjërat e këqija të fshihen nga memoria juaj në emrin e Jezusit. Dhe hidhini ato te deti i Aresës dhe mos shkoni ti peshkoni më. Ne duhet kuptojmë që fjala e Zotit dhe prezenca frymës së shenjtë në jetën tonë riprogramon ose riorganizon mënyrën e të menduarit tonë. Dhe ne kemi nevojë që të mësojmë duke besuar në zemër dhe duke e shpallur me gojën tonë. Kur fjala qëndron në ne, ajo prodhon disa gjëra. Çfarë prodhon? Ndriçon mendjen tonë. E dyta, forcon vullnetin tonë kundër të ndimeve. Ka shumë njerëz që kanë vullnetin të dobët. Shumë disa njerëz që kanë qenë të varur nga alkooli ose nga droga, shkojnë në për këto qendra dhe kur kthehen, prap bien pre. Pse? Sepse vullneti i tyre është i dobët. Dhe gjithashtu ne duhet kemi një vullnet të fortë. Po ku e marrim këtë? E marrim te Zoti. Si ndërtohet? Kur ne besojmë fjalën e Perëndis dhe ne e shpallim atë me gojën tonë. Dhe fjala e Zotit na jep një drejtim. Kur jeta jonë duket e paqartë, fjala e Zotit na drejton. Ti nuk ke nevojë të pyesësh gjithë dynjan se çfarë do të bësh ti me jetën tënde. Fryma e Zotit dhe fjala e Perëndis do të drejtojë ty ku të ecësh kur ti të ndodhesh në për udhkryqje. Dhe mësimi i tretë që ne nxjerrim nga Gjoni është fjala e Perëndis qëndron në ju. Thoni njëri tjetrit, fjala e Perëndis qëndron në ju. Dhe ky është sekreti i fitores. Pra, a doni të keni fitore? Nëse ti do të kesh fitore, shiko dhe kontrollo. Po qëndron fjala e Zotit në mua? Po qëndroj unë në fjalën e Perëndis? Shumë njerëz përpiqen që të jenë të fortë. Edhe janë këto kaca konferenca që bëhen me meditime, kaca të tjera që bëhen me mendimin pozitiv, po mendimi pozitiv dhe meditimi pa Jezusin nuk vlen. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne duhet kemi kujdes ku marrim pjesë dhe ku nuk duhet të marrim pjesë. Disa njerëz, për shembull sportistët e forcojnë jetën e tyre dhe bëjnë ushtrime dhe shumë mirë bëjnë sepse duhet fitojnë. Por ama Gjoni na kujton se forca e vërtet vjen nga fjala e Zotit. Ne duhet të bëjmë ushtrime me fjalën e Perëndis. Ne duhet të lexojmë fjalën e Zotit. Lexoj Biblën çdo ditë. Është shumë e rëndësishme që ti mos të jetosh vetëm me predikimin e pastorit. E di çfarë është predikimi i pastorit? Nuk e di sa nga ju keni parasysh shkrepsen. Është si ajo shkrepsja që pastori e ndez dhe vjen të vë zjarrin ty. Por ti duhet vendosësh dru gjatë gjithë javës që fitoria të jetë e jotja. Tjetër, në veshët tanë, në sytë tanë duhet të qëndroj fjala e Zotit, po gjithashtu duhet të qëndroj në veshët tanë. Dëgjoni predikimin. Kur ju të shkoni në shtëpinë e hedhin predikimin në YouTube, dëgjojeni dhe ridëgjojeni. Dhe kur ti flet fjalën e Zotit, atëherë ti e dëgjon vetë. Lexoni disa vargje me zë. Mësoni të luteni me zë. Tjetër ku do të qëndrojë fjala e Zotit është në zemrën tonë. Pra, nga syt, veshët, truri, fillon dhe analizon dhe pastaj zbret në zemrën tonë.
Gjithashtu duhet të qëndroj ku? Në gojën tonë. Gjithashtu ne duhet ta praktikojmë fjalën e Zotit. Ne duhet jemi praktikues të fjalës së Perëndis. Nuk duhet jemi vetëm folës, dëgjues, por edhe zbatues të fjalës së Perëndis. Kur fjala e Zotit rrënjoset thellë në shpirtin tonë ose në frymën tonë, ajo bëhet armatura shpirtërore që na mbron nga çdo sulm i të keqes. Shiko, ne kemi të bëjmë me një armik që nuk flet gjuhë. Shejtani nuk flet gjuhë. Në gjuhën popullore ne i themi shejtani. Nuk flet gjuhë. Ndërsa ai nuk flet gjuhë, edhe Zoti ynë nuk flet gjuhë. Ne nuk duhet jemi në gjuhë. Ne duhet jemi të zgjuar. Ne duhet jemi sistematik me Zotin. Shpesh gabimi që bëjnë disa besimtarësh që lexojnë, pastaj harrojnë. Lexojnë, pastaj harrojnë. Luten, nuk lexojnë. Lexojnë, nuk luten. Duhet i bëjmë të dyja. Të lexojmë dhe të lutemi. Disa të tjerë vinë në kish, ne lutemi, marrim çlirim, ikim. Kthehen prapë kur janë plot. Duhet jesh sistematik me Zotin. Nëse do të jetosh gjithmonë në fitore, i sistematik. Hajde në kish, hajde në takim lutjesh, hajde në studim Bible, foli të tjerëve për Zotin, predikojë ungjillin, lutu, jetoje në shtëpi. Pra, nuk është mënyra fetare. Ne nuk jemi fe. Ne e quajmë veten besimtar. Që besimi do thotë që ti ke një marrëdhënie me fjalën e Perëndis, dhe kur ti ke marrëdhënie me fjalën, ti ke marrëdhënie me Jezusin, sepse ti nuk e ndan dot Perëndin nga fjala e tij. Nuk mund ta ndaj dot askush. Është një. Dhe ai na ka dërguar zërin e tij. Kush është zëri i tij? Është Bibla. Dhe të gjitha ato që ne themi, po të futesh të kërkosh, i ke në Bibël. Nuk i nxora unë se lexova romane. Bibla është burimi i jetës time. Dhe ne duhet ta pranojmë si autoritet absolut. Dhe kur ti e pranon si autoritet absolut, ti e njeh fatin, ti e njeh Birin dhe ti njeh frymën e Shenjtë. Shumë njerëz në botë kanë problem ta pranojnë që Perëndi është Trinitet. Perëndi, ne besojmë në një Perëndi, por në 3 persona të ndryshëm. Dhe për mua shumë e thjeshtë, pse? Kur unë lexoj Biblën, e zbuloj nga Bibla. Po nuk lexove Biblën, nuk do ta kuptosh dot asnjëherë. Do thuash, unë shkoj atje, thot pastori, po se çfarë thot, se mora vesh. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta jetojmë Zotin. Ti je më i fortë nga sa ti mendon. Sepse fjala e Zotit banon në ty, fryma e Shenjtë banon në ty, Jezus Krishti banon në ty. Dhe për shkak se gjithë plotësia e Perëndis banon në ty, ti je më i fortë se sa kundërshtimi. Kur ti ke sfida, ti mund të thuash, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Ti mund t'ja dalësh situatës që ke përpara. Pse? Me anë të Krishtit. Kur ti e dorëzon veten tënde, autoriteti të Krishtit është ai që del para teje, është ai që lufton për ty, është ai që punon për ty. Ne duhet që vetëm të qëndrojmë në autoritetin e Zotit. Amen. Le të çohemi gjithë të lutemi. Le të shpalim pas meje. Zot Jezus, unë do falenderoj që ti më ke dhënë forcë përmes fjalës tënde. Më ndihmo që unë të ec dhe jetoj në fitoret që ti ke korrur për mua. Më ndihmo që unë të mbaj fjalën tënde në sytë e mi, në veshët e mi, në mendjen time, në zemrën time dhe në gojën time. Unë shpall në emër të Jezus Krishtit se unë jam fitimtar. Unë kam ADN-n e fitimtarit dhe unë thyej çdo pranë, rrëzoj çdo mur pengese që ka dalë përpara meje. Unë të falenderoj që fjala jote u fol sot.
Dhe unë e marr me besim. Dhe e shpall në jetën time. Djalli është poshkave të mia dhe unë kam autoritet në emër të Jezusit. Sepse Zoti im e mundi 2000 vjet më parë. Në emër të Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja. Zoti të shumë.